ta 10, ndoshta 20 veta për çdo bashki shkonin në Tiranë për të marrë. Çfarë po ndodh? Pra ju e njihni nga afër, tashmë ngurojnë, pra tashmë nuk kanë asnjë lloj, pra besime zero. Ka një lloj ngurimi në mënyrë absolute sepse jo duk partia. Po pra, si? Është plagur partia. Për vetë se ka një gjë, mua më duk edhe qytetarët që nuk dolën, do ta them edhe këtë. U duk se fakti që u la fushë e lirë do thotë që ata kanë një pakt, kanë një pazar me njëri tjetrin, e kanë mbyllur se si do jetë, do mbyllet historia. Ore mund të humbësh, por do të humbësh me dinjitet, do të luftosh. Këtu nuk luftohet më. Këtu nuk ka asnjë shpresë, nuk ka asnjë pasion edhe për të marrë me politikë. Se po e bëjnë politikët. Nuk, por e ritheksoj, nuk është faji i politikës, qoftë edhe tek pjesa e opozitës. Është faji atyre politikanëve që e kanë çuar politikën këtu. Nuk kam një tjetër më të mirë. Absolutisht janë të mirëpritur të gjithë ato shoqëri civile, por ta kthesh Partinë Demokratike në OIF të thjesht, unë nuk besoj që nuk është ky absolutisht misioni që ka kjo parti, paktën për atë çfarë thash në rastin konkret. Kjo është ishte po pra, për atë po flas. Për misionin që mendojmë ne që duhet të ketë PD-ja. Nëse ka një mision tjetër. Cili është misioni? Nëse ka një mision tjetër, thuaj e ti se misioni akuzon Partinë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit, është maskarat, ndërkohë që teksa lançon nisjen e protestave masive, thekson se është gati tulet me Ramën për ndryshuar dhe kushtetutën, për të bashkuar votat. Tash i heqim këtë pjesën e fasadës, zbukurimit. Kjo është fasada. Fasada është që bëjmë opozitë egër, bëjmë opozitë vërtet. Kur kemi nevojë ulemi, s'është një problem i madh. Që është që PD-ja ka kohë që është kthyer në një aset personal dhe ka vetëm një funksion, si të mbrojë Sali Berisha. Dhe ti do ta shikosh dhe sot në fund. Fillon bojkoti i parlamentit kur në momentin kur Sali Berisha njoftohet se duhet shkojë për si dëshmitar SPAK. Do të thënë, është kthyer. Përjashtim për 10 ditë nga punimet e kuvendit? Ai është skenari për bashkët, për SPD. Okej? Ai nuk është skenar vetëm i PD-s, ai është skenari për bashkët për SPD, për një arsye shumë të thjeshtë, se ti nuk mund të përshtosh një deputet kuvendit të Shqipërisë për diçka që e ka thënë në kuvend kundër asnjërit nga atyre që është në sallë. Do të thënë ka thënë diçka ndaj një personi tret dhe po cënon çfarë cënon, marrëdhënie diplomatike të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe për këtë është sjellje e pajishme dhe duhet ta përshtojmë. Jo më duhet të dashur Partia Socialiste i ngren topin Sali Berishës, do tash i vëlla thotë, ne po të përjashtojmë që ti të kesh mundësi të fillosh bojkotin e parlamentit dhe ky bojkoti i parlamentit Dafina është njësoj si bojkoti i parlamentit, jo si bojkoti tamam, po si ajo lufta me fishekzjarrin në parlament që filloi në 2023. Ka filluar në të njëjtën kohë, në të njëjtën periudhë për të njëjtat gjëra. Edhe atëherë u kërkuan 2 komisione hetimore, nuk ja dha PS-ja, shpallëm luftë parlamentare, kësaj radhe përjashtohet Berisha 10 ditë nga parlamenti dhe fillon edhe një herë bojkoti parlamentar, i lihet edhe një herë fusha e lirë Partia Socialiste që të miratoj çfarë do lloj ligji që doj me atë numër votash që ka, sepse nuk ka mas nevojë të ketë as për fasadë ta ketë Partinë Demokratike në parlament. I mjaftojnë gjithë votat që ka. Kështu që jemi në këto kushtet që bëhet ky skenari dhe do arrijmë diku nga fundi i vitit do shikojmë që do ketë një marrëveshje tjetër për ndryshime kushtetuese. Kushtetuta, objektivi është kushtetuta. Po çfarë do të ndryshojë? Po si më do bëjnë Ramën president imun nga ligji penal, do bëjnë Berishën senator imun nga ligji penal, do shpëtojnë 2 hallexhin nga drejtësia, mos ky është problemi. Kujton se po e bëjnë për mua e për ty. Kemi nevojë ne të ndryshojmë kushtetutën, ne të dy kemi. Po jo që të bëhet Rama president dhe Berisha senator, se këto 2 kanë vetëm një hall, një problem e kanë këto 2 njerëzit, ti shpëtojmë drejtësisë se po vjen kedera, po troket edhe një herë, edhe për Rama dhe për Berishës. Zoti Kikia, sot Celibashi teksa lançoi rezultatet, theksoi dhe domosdoshmërinë e reformës zgjedhore brenda 2026-s. Por në vijimet e të diskutimit që po bëjmë, Berishës që bëri me dije se është gati tulet me Ramën për kushtetutën e ky fundit që tha do duhet të reduktojmë edhe numrin e deputetëve në 100 apo 101 për të shkuar, siç tha Berisha, ndoshta në 2 dhoma. Mendoni se është pjesë e një marrëveshje paraprake politike, do të arrihet pra ky skenari dyshuar nga kthupi, por jo vetëm? Shikot, mos bëmi konspirativ sa herë shikojmë që ka një përpjekje për të bërë një gjë. Jo. Është profesor konspirativ, jo, po me eksperiencë nga që kemi parë në 2, 3, 5 apo 20 vitet e fundit, po të marrin fakte për bazë, aty përfundojmë. Tanim, reforma zgjedhore dhe reforma administrative janë 2 çështjet më të rëndësishme që do të ketë kjo legjislaturë e këtij parlamenti. Reforma administrative konfirmoi dështimin e saj total në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarit dhe konfirmoi që është më shumë një hartë elektorale se sa një hartë administrative. Reforma zgjedhore është bërë një refren pas çdo procesi zgjedhor. Mbarojnë zgjedhjet, fillon reforma zgjedhore. Dhe asnjëherë nuk mbaron derisa në 3 javë para zgjedhjeve
kalohet me ca retushime, shtoj fjali, hiq një presje, hiq një fjalë. Dhe nëse do flitet për të bërë një reformë zgjedhore, unë lus që ajo të bëhet, dhe padyshim këtu është e nevojshme që të bashkohen të gjitha energjit, jo vetëm votat, po energjit e njerëzve që janë aty në parlament. Por jo të korrigjohen këto gjëra, por të bëhet një reformë vërtet. Nëse do shkohet deri tek ndryshimi i numrit të deputetëve, është një çështje absolutisht shumë madhore, sepse bëhet fjalë për ndryshimin e themelit të shtetit, siç është institucioni i parlamentit. Unë mendoj që jo për 101, po ky vend edhe 50 deputeti ka tepër, se 1,5 milion njerëz kanë ngelur këtu. E qartë, a vjen ky lançim publik si pasojë një studimi se cilat janë vërtet problematikat kryesore sa i përket standardeve zgjedhore në Shqipëri? Kjo gjë nuk duhet të jetë vetëm thjesht vullneti i partive politike. Nuk ka nevojë, nuk është e thënë që nëse bien dakord PS-ja dhe PD-ja çdo gjë bëhet mirë. Madje çdo gjë që është bërë me marrëveshje PS-PD ka rezultuar për keq. Kështu që nuk duhet thjesht marrëveshja mes dy palëve, do duhet që ky proces jetë produkt shumë i gjerë se sa i dy partive politike, jo thjesht edhe i aktorëve politik, por më shumë se sa kaq, sepse bëhet fjalë për ndryshime të mëdha që nuk bëhen çdo vit apo nuk bëhen çdo legjislaturë. Kështu që në këtë drejtim unë them që duhet të bëhen, por shpresoj që të bëhen në mënyrën e duhur për të prodhuar së paku njëherë një ligj elektoral që t'i rezistojë më shumë se një legjislaturë dhe të mos rrimë çdo proces zgjedhor të fillojmë të bëjmë ndryshimet në ligj. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak për të vijuar diskutimin mbi zhvillimet më të fundit politike, por në fakt edhe një tjetër çështje për zotin Berisha, siç u bë me dije sot, është thirrur zyrtarisht në SPAK këtë radhë për ngjarjen e rëndë të 21 janarit ku mbetën të vrarë 4 protestues në bulevard. Pas pak.